Rikthehemi miq, ndodhem fshatin Simon, jam me banorët që kanë mbetur në këtë fshat, shumica kanë ikur për shkak se këtu nuk ka investime, 35 vite. Jo se nuk jetohet dhe jetohet shumë mirë, natyrë pafund, toka që janë buzlumit, lumin duan ta fusin tub. Apo jo? Pra, këtë lumin ku fillon ky në Kaçinar, ë? Po në Biesh lart. Në Biesh lart. Për nalt duan me marka. Edhe do bëhen sa hidrocentrale do bëhen? 4. Shumë projekte për 4. 7 planifikimi. Deri në 7 planifikimi, po 4 që janë projektuar. Projektin e kam pa unë, 4 hece janë. Ty të prek direkt, për çfarë të prek ky ujë? Unë prek njerën në rresht me gjithë të banorë, tu që unë kam një mullej që është gati 100 vjeqare. Edhe ai mbetet pa ujë. A i ngellet pa ujë. Tashti unë po, me qënë se në asaj tema rreth vetëm ti hidrocentralit, unë po përshëndërojmë këtu. Jo, për çfarë do lloj gjëje që ti ke hall? Për të tjerat folen këta, për si fshatë dhe... E kuptoj. Kushtet që ka fshati, që i ka pas, e banorët, toka që kemi disponue, pasurit, që kjo popullat ka rreth me këtë pasurit këtu, tashti dalin firmat të miraturë nga shteti, vinë këtu pa u konsultu me banorët. Kjo koncesion është njës para 18 vjetë. Për unë protestat tjera nuk kam qanë, vetëm këtë radhë me këtë firme. Kam taku dhe këtë personin vetë, personalisht fillimisht e kam taku vetën, këtë Fatjonozhin, këtë Beracin, me gjitha tjetën. Po ata sigurisht ishin emra të tjerë që i lexova unë. Ne kontaktojmë me këta, ne nuk njofim ne nuk i dim kush vjen pas këtyne. Ose kush është para këtyne, jo pas. E kuptoj. Jo, dhe unë të QKB-ja se janë me të vërtet pronarët e vërtet të koncesionit. Ka mund të jenë nërtuesit ose janë menaxhojnë punën. E kuptoj. Kurse kryesorët nuk vinë. Këta janë këtu në terren, që janë këtu ke... Këta që janë në terren janë menaxhuesit e punës. E kuptoj. Ka patur një reagim nga kjo kompania, thotë ne jemi konform gjithë ligjeve të shtetit. Po. Dhe banorët nuk kanë drejt. Çfarë do i thoje ti kompanisë? Sepse meqense se kompania nuk ulet me ju, ne po ja çojmë zërin tuaj, po ja çojmë kompanisë. Çfarë do i thoje po ta kishe kompaninë këtu? Kompanisë jam drejtu dhe herë tjera. Kompania nuk ka asnjë lloj drejte, dhe sikur ti nxjerr gjitha atje nga ministritë, nga firma e ministrit, kujt ka marrë. Po. Nuk ka asnjë lloj drejte pa ardhur mu konsultu Spaku me të gjithë, po Spaku me personat që kanë të bajnë si jam unë, që kam e marr ujt nga ky pru. Pra ke lidhje direkte me ujin. Edhe unë e kam bisedu me ta, i kam thënë unë kështu jam, këtë problem kam. Më ka thënë që ne zotulon pa ujë, ai me letra nuk vjen. Ka dalë atje në Biesh, ka fillu punë dhe nuk ka nërmarr asnjë hap mu ul me njerëz. Qoftë dhe mu marr vesh, qoftë dhe me konsultue, qoftë dhe mundësisht ndoshta dhe me ra dakord, ndoshta biem dakord. Ne shimi me ra dakord, sepse marrja këtij ujit këtu, e këtij projekt, me fut në për tuba, tu nuk është çështja vetëm se ne na është nevojit për vaditje. Por ky pru, me këtë pru, tu kanë jetu me qindra vjet njerëzit. Edhe baza kryesore, përveç tokë, se kjo bjetë, është fshat malore, toka këtu sa që të marën, po ne kemi jetu me shka ka pas tereni këtu, me pyjet, kanë vlejt sa toka. Me mullaj, me ujë, me bakti. Pra nuk me bakti. Nuk është thjeshtje se ky ujë veç na është nevojit ne vetëm për një vaditje, ose na nevojit për një vaditje. Në të kushte që kemi arë sot, që popullata prej tu është largu, pse ki ujtë merret, pse të mos lihet ashtu si shanë, në rast se dikush vjen me investu, ai që ka mundësi, me vu një bujtina, me riparu shtëpiat e vjetra, ashtu si sot kryeministri, nuk shë thot, nuk shë bën terenaj. Paketa maleve thoshte një ditë një fushat atë, paketa maleve çaj duhet të lekun që më jep ai. Unë për me rregullu një shtëpi, me riparoj vetëm, për çdo do me ardh turisti, këtu, një turist, nëse dikush e di, një turist nuk ka nevojë me po as beton, as asfalt, ai do lumin, do kanjonin, se është kanjon ky. Po ta shohësh një kanjon i vogël, po ti hysh deri gjatë lumit, po, është kanjon ka pamje të bukur.
Çfarë vjen turisti me bante unë? Për çfarë vjen ai? Ky pru në periudhën e dimrit, për turista në kohën që vjen vërshon, ky ka mundësi edhe për sportin e notit që bëjnë ta me si quhet ky. Me ato varkat, me ato kanoat. Kanoat e vogla. Me ato varkat, po. Që manovrojnë kështu ato në sportet ekstreme. Po. Në këtë lumë mund t'i ushtrojë turisti. Çfarë vjen me bën turisti këtu? E kuptoj. Me hangër supën e bujtinës seme, me pa mund. Për çfarë vjen ai? Pra me Se pak në fund fjalë, fundit, nëse do stopojë jeta këtu. Nuk do stopojnë ato aktivitetet private. Do vinë tjetër nga Lezhë, nga Durrësi, nga Resheni, nga vjen tu, vën stallën, pagun shabanin, bujtinën, njerëzit që i shërbejnë, edhe vinë turistë edhe ban. Pse ti shërbej njëri privati? Normal që ajo sjell fitime, sjell energji i shtetit, e shoqërisë, po shumicën e parave ati marr privati, nuk është një koncesion shtetëror, është një investim i bashkisë, investim i qezit veta, i kompanisë elektrike. pra fiton një individ dhe shkatrohet gjithë zona. Kryetari i bashkisë thot kemi fitim. Po çfarë fitimi ke zotni? Ai thotë është uji shtetëror. Uji është shtetëror, po ti thash po e merr nga uji shtetëror, po ja fut në xhep privatit. Privatin paguën taksa, po pse mos ta marr bashkia e Rreshenit? Jemi bashkia e varfër. Justifikohet se ne jemi të varfër. Po ti je i varfër, po ti pse nuk e shfrytëzon krejt për unë, po të krejt lumet e Mirdis, për bashkinë e Mirdis. Ne nuk shkojmë Berat as në Vlorë. Në Bregdet ti tham atij blonjatit, tu e di unë. Kur Bregdetin tokat i ka të ndame në brez mas brezi, tu e di unë se ku do të shkoj ky pru, ku do të shkoj ai. Ne kemi qëndruar këtu me 100 vjet. Pse ta bëjnë unë një vend, ta bëj tegër, një vend temin, ta shkretoj për një privat. Pse? Këtu mund vinë privat të zonës, nëse duam ne, për me këty në energji, le ta kthejmë, ban dhe me pak shpenzime se me 12 miliona euro që parashikojnë ata. Pse futem në njërë tinzare, janë fut në njërë tinzare, ku ti do të një në rregull me dokumentacionin, pse shoqërohesh me 4 fugona policie, ditë natë. E kemi kërku policisë, na bje koncesionarin, tu ballafaqohet me ne, nuk e bje unë. Shkojmë ke bashkia, nuk kam drejt unë. Ne po mu zëm 2 persona të zakonshëm në rrugë, i thret policia të dy, nuk në gjën policia gjallë, shefi policisë rësi hun, nga, nuk në gjën, se më falë për shprehje, po si hun, të rish, të argumento tjetri, edhe jo me nivelin ati, sa janë shef policie, a i rejës nuk flet, s'kam drejt. Vesh këne dorë, mi fjallë do thjesht me të shkel, ai vllai përgatitur. pa i qëndru argumentit fare. Edhe s'ka tjetër, me të marrë me tras në bul. Ne i thrasim kryeministit, i kam bënë thirrje unë atë ditë, sa të më gjumë unë kryeministit, se kryeministi ka afera korruptive më të mëdha se ky. Këtu, që janë të kap njerëz që janë politikës, i ka arrestu, i ka fut mrena. Drejtësia, vetëm sa akuzojnë kryeministin për vjedhje e korrupsion. Çanga tu marraj me fjalët e mia, unë i thash atë, mia të jemi ti thënë dhe këtu dhe për i teje faleminderit, se ke ardhur, unë nuk e di. Faleminderit juve. Kanë ardhur ato për hidrocentralin, ne kemi shumë problem. Pse kemi problem? Sepse ata, po qëse janë të hapur me ne, janë transparent, na paraqesin dokumentacionin, jo ata kanë paraqit dokumentacionin, po me jurist, edhe në gjykat, me shkue, një përfaqësie jona, nëse ata na bindin. Nëse ata na bindin se janë rregull, unë e di që nuk i kanë rregull. Pse kërkon shteti me hymë forcë kur ne merremi vesh, nëse ata na bindin, pse jemi na, në s'dalim ku na ligjit. Faleminderit.